ai që mund ta bëjë të rekurset, kjo është një skena që kemi parë gjithmonë. Beson që pavarësisht retorikës që ka zoti Berisha Bolino mund të japi dorëheqjen thjesht për procedurë? Absolutisht, ai nuk dha dorëheqje. Statuti Basha, pika Basha e statutit. Ai sot tek argumentura tha tani ka diçka më e rëndësishme sa dorëheqje, është lufta për votat e lirë në Shqipëri. Kështu që mund ta quajmë kapitull të mbyllur pjesën. Po patjetër, ai nuk dorëzoi, ai nuk doriqet. Kjo është sikur nesër zoti Rama tha nuk ka nevojë tani për zgjedhjet e reja, edhe se janë parashikuar nga kushtetuta, se kemi tani një qëllimi më kryesor, që është standardësimin e Bashkimit Evropian. Mos e votojnë fare, se kemi qëllim kryesor. Kështu tha Berisha. Tani injoroi statuti, që është kushtetuta të çdo parti politike, e injoroi statutin se ka një qëllim më madhëstor, që është tani mbrojtja e votat e lirë. Duke harruar që votat e lirë mbrojtet pikërisht duke respektuar ligjet e kushtetuta dhe statutet. Por zoti Berisha e ka një kodi personale, që është kodi që vlen vete për ai, kjo është e kemi njohur, e kemi parë që nga viti 92 e deri sot, kështu unë nuk jam habitur. Shkon në parlament, thua, i marrin mandatet dhe vijojnë betejën? Tani, ai një herë ka bërë si gabim, që nuk ka shkuar në parlament. E një që ka fituar, asgjë. Kodi zgjedhore, pra ndarja territoriale, që sot e ka favorizuar Partia Socialiste. Pse ndarja territoriale që ka ndërtuar këto 12 qarqet, 61 bashki. E ka favorizuar Partia Socialiste prapë. Pse e shbër në momenti që Partia Demokratike kishte braktisur kuvendi dhe nuk kanë marrë pjesë në komisione e artimit e reforma territoriale. Kështu që ai tani që Rama ka 83 mandatet dhe mund të ketë 84 që do ta mbledh një mandati që i duhet, ai mund ta ndryshon në çdo gjë. Përveç kushtetuta. Ajo mund të ndryshon çdo kod. Ligjet me shumicë cilësuar. Po patjetër, kështu që Berisha do ishte një tjetër gabim, me shumë gabim fatale që ka bërë tani nuk ka, pse Partia Demokratike nëse nuk largohet nga brenda struktura e para Sali Berisha, po do largohet fare, jo ta mbajt në krah, do ta largohet dhe do largohet ato grupi e kamikaze që zoti Berisha ka ndërtuar, që ka drejtuar deri sot forca politike, Partia Demokratike, duke përdorur dhuna, shpifje, kërcenimet, shantazhe si instrument politike. Këto instrumenta politike e ka dështuar. Politika alla Këlliqi, alla Noka, që imitojnë Sali Berisha, e ka treguar që nuk kanë asnjë impakt në zgjedhjesve. Njerëzit nuk e duan kjo fjalor agresive, vulgare, kërcenues. Njerëzit duhen një politika dhe qytetare, dhe njerëzit qytetare. Mjafton të shikojnë kush janë figura brenda listat e hapur të Partia Demokratike që janë më të votuar. Janë pikërisht ato figurat e moderuar, që ka marrë me shumë vota ka të gjitha, që kishin marrë edhe me shumë vota dhe primaret, po që Berisha e ka poshteruar duke përjashtuar nga listat e sigurt. Unë jam i sigurt që zoti Këlliqi ishte në listë hapur, asnjë mijë vota nuk i kishte mbledhur. Si e ka dështuar në zgjedhje sekretari i bashkisë. Ato figura kamikaze që ka ndërtuar Sali Berisha duhet largohen nga Partia Demokratike për të shpëtuar Partia Demokratike. Në të kundërta do ta bëjnë gati për zgjedhjet administrative të vitit 2027, që sot mund ta bëj bast kush do fitojë. Megjithatë, duke njohur dhe me eksperiencën tënde të gjatë Bolino, duke njohur Partinë Demokratike, zotin Berisha, ju e dhata të recetën për të ringritur, por çfarë mund të ndodhi, si e parashikon, çfarë ndodh me opozitën në vijim, në javët në vijim? Tani Partia Demokratike nëse nuk lirohet nga makt që ka. Ky diskutim nuk është. Tani nëse nuk lirohet nga Sali Berisha, nga këto talebanet që e rretojnë, Partia Demokratike bëj fundi e Lidhja Demokratike në Kosova, që me vdekje zoti Rugova, ajo është zhdukur. Ka raste pa fund. Në Italia kemi pasur Demokracia Kristiane, që është një forca politike të jashtëzakonshme që u shkri komplet me largimi ajo ka qenë për efekti e drejtësi, që u shkri, po de facto nuk është rindërtuar asnjëherë pa ato struktura që e kishte ndërtuar fillimisht. Kështu që Partia Demokratike rrezikon shumë vjetesa. Dhe problemi
i shqetësues edhe forca opozitare të reja, këto forca politike të vegjël, akoma nuk kanë mbledhur, nuk kanë arritur ta bashkohet e para, po ishin bashk gjithë këto forca politike alternative, opozitare, kishte bërë një struktura, një grup parlamentar të pakten, me impact, me fort. Nuk arritën 7 mandate që duhen për grup parlamentar. Nuk kanë arritur pse ishte të ndara, ndoshta bashkë mund të kishin arritur. Megjithatë, ata janë shumë të vegjël akoma për të zëvendësuar Partia Demokratike. Partia Demokratike e akoma peng të zoti Berisha për ta bërë një forca fitues. Kështu që ai me kalimin e kohës do shkrihet gjithmonë më shumë.